Zgjimi dhe rilindja shpirtërore. Çdo ndryshim në botë fillon si ide, pastaj vishet me parime morale që në fund të fillojë të veprojë si forcë praktike. Çdo fitore fillon si forcë morale dhe çdo humbje fillon si dështim moral. Zgjimi moral dhe rilindja shpirtërore nënkupton vetdije të re dhe vullnet të ri. Ky synim dhe kjo rilindje nuk duhet të lidhet për lavdinë e dikujt, të ndonjë race apo grupi, por duhet të bëhet afirmimi i vullnetit të Zotit dhe fuqisë së Tij në zemrat e njerëzve, por edhe në shoqërinë njerëzore. Konstituimi i kësaj bashkësie do të sillte mirëqenien dhe paqen botërore. Element tjetër i ndryshimit është gatishmëria për imponimin e vetdijes për synimin, e vetdijes për epërsinë e frymës mbi materjen. Individi dhe grupi duhet të kapërcejnë vlerat konvencionale deri në shkallën e sakrifikimit për ideal. Pa këtë gjendje nuk mund të pritet ndryshim në botën aktuale muslimane. Allahu i Madhërisht thotë: Allahu nuk e ndryshon një popull derisa ata vetveten nuk e ndryshojnë. Kaptina Ar-Ra'd, ajeti 11. Pika fillestare e ndryshimit është individi. Po nuk ndryshoj individi, nuk mund të ndryshoj as shoqëria. Prandaj ndryshimi i parë duhet të bëhet te ne. Raporti ynë ndaj krijuesit. Ai raport nuk guxon të duket neglizhent, i zbeht, por duhet të jetë aktiv, i mbushur me frymë islame, i gjallë dhe i aftë të ndjekë ritmet e jetës. Së dyti, individi duhet t'i vendosë raportet me njerëzit dhe rrethin ku jeton. Kjo nënkupton përmbushjen e detyrave ndaj vetes dhe të tjerëve, t'i përmbajë dhe veprojë të gjithë pikat pozitive të jetës dhe vlerat e shumta, sikurse diturinë, moralin, urtësinë, shkatësinë, sinqeritetin, mendjeprekësinë, altruizmin e tjerë. Është edhe një problem i dukshëm, i rrënjosur i botës muslimane, indiferenca ndaj politikës. Ky gabim muslimanëve ju ka kushtuar shtrenjtë. Këtë lëshim e kanë inkurajuar dhe shumë shtete të huaja, por edhe disa të ashtuquajtura muslimane. Si për shembull, shteti saudit urdhëron politikisht, ndërsa muftit fetarisht, se politika nuk është për ta, se zgjedhjet nuk janë për ta, femra nuk mund të votojë, etj. Në mënyrë që ata të sundojnë pa problem, pa aprishur dikush tymin e duhanit. Ndaj politikës nuk bën të mbetemi indiferent, të qëndrojmë në distancë, por duhet të bëhemi pjesë aktive e saj. Ne të bëjmë politikë, e jo politika të na bëjë ne. Nëse do të tregoni mos interesim ndaj gjendjes së popullit, ne do ta sillnim me veten buzëgreminës fetare. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: ai që nuk kujdeset për nevojat e muslimanëve nuk është prej nesh. Prandaj muslimanët duhet ta njohin gjendjen e popullit të vet, problemet dhe sfidat. I përballur me to, muslimani duhet t'u përgjigjet pozitivisht, me dije dhe me mendjelargësi, sepse thelbi nuk ndryshon, por ndryshojnë rrethanat njerëzore. Këtë dëshirë të muslimanit do ta pengojë modernizimi i bazuar në parimin pa Zot dhe feja larg shtetit. Qytetërimi modern ka braktisur parimet hynore, por ka vendosur parimet e tij si zëvendësim të atyre hynore. I gjymtuar nga këto rregulla, loja muslimane duhet të gjejë hapësirë dhe rrugë të reja se si të imponohet dhe të rivendosë parimet hynore, të vlefshme për çdo kohë dhe çdo vend. Në përmbyllje themi, muslimani duhet ta bëjë harmonizimin e të gjithë forcave të brendshme, të lidhë me të fuqinë dimensionin botror, dhe në shembullin e brezave të hershëm të ndërtojë individ dhe shoqëri të aftë, me vullnet dhe me dije të mjaftueshme për t'u përgjigjur sfidave të kohës dhe për të krijuar një mirëqenie për muslimanët dhe botën përgjithësi. Kjo nuk është e paarritshme, sepse një periudhë të gjatë këtë e bën muslimanët.